Selam aleikum të dashur e të nderuar shikues e dëgjues të rrugëve të pendimit dhe siç çdo diel mirë se të takohemi edhe të dielën e sonte me 28 shtator 2025 me emisionin ton të rregullt javor dritas së vërtetës. Si çdo herë në të shumtën e dielave dhe sonte kemi nderin kasin që para ekranit ton të kemi hoxhën e dashur e të nderuar hoxhën Fadil Musliu. Hoxhë selam aleikum dhe mirë se na erdha. Aleikum salam, Allah mirë se zot, Allah shpëlbej. Për temë do të flet hoxha për mëshirën e kunimit tek mëshira. Jemi tek shëmbulltyra në tokë që është pejgamberi alayhis salam, pra pejgamberi i mëshirës. Hoxha fjala është për ju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar sonte të takohemi së bashku në takimin e radhës dhe jemi së bashku me pejgamberin e fundit apo me një prej atyre veçorive që veçonte pejgamberin alayhi salatu wassalam prej krejt të tjerëve, që ishte Nebiu Rahme, që ishte pejgamber i mëshirës, për të cilin Allahu Teala në Kur'anin fisnik thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar për diçka tjetër vetëm se mëshirë për botët. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për të gjitha krijesat në përgjithësi dhe për besimtarët musliman në veçanti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është njëra prej begative, njëra prej dhuntive, prej mirësive më të mëdha që Allahu i madhruar u dha njerëzimit. Për ata dhe Allahu Teala në Kur'anin fisnik thot: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Vërtet Allahu i ka begatuar besimtarët kur nga mesi i tyre e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra e dërgoi të dërguarin nga mesi i tyre, që do të thotë ishte prej atyre njerëzve të cilin e njefnin si një njeri i veçantë, si një njeri që kishte sjelljet më të mira të mundshme, për të cilin edhe pa qenë pejgamber, populli i tij dhe ata që e njehnin dëshmuan që është El Emin, dëshmuan që është besnik. Dhe aq shumë i besuan, aq shumë e deshën, aq shumë e përkrahen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që gjërat më të shtrejta i lënin në dorën e tij, sepse nuk kishte ndonjë njeri që i besonin më shumë se sa që i besonin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po në momenti caktuar, kur Allahu Teala ja dërgoi atij melekun Xhibril dhe i tregoi se prej tashetutit i do të jesh pejgamber, edhe ai u kthye në shtëpinë e tij, po shoj një kohë, sepse ishte domethënë një ngjarje mjaft e çuditshme ardha e melekut Xhibril në pamjen e tij të vërtet dhe takimi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, saqë në farforme ka plun edhe ethet. Edhe i tha gruas së tij: "Më mbuloni", mbuluan, pastaj erdhi prap Xhibrili dhe i tha: "O ti mbuluar, ngrihu dhe thirrë popullin tënd. Thirrë njerëzit në fen e Allahu Teala." Dhe kur doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillimisht me i thirr ata që kishte më të afërmit, atyre që besonte më së shumti, duke filluar prej bashkëshortës së tij Khadijës, e cila i besoi, pastaj Abu Bekrit, pastaj Aliut e kështu me radh, filluan me i besu një pjesë e vogël. Mas një kohë caktuar, kur Allahu udhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta bën thirrjen publike, i tha: "Del thirrë publikisht njerëzit në Islam."
ai doli dhe ju drejtu njerëzve duke thonë, ejuhen nas, o ju njerëz, thuni la ilahe illa Allah, në mënyrë që të shpëtoni. Dhe ata që ishin të sinqert, ata që e donin të vërtetën, ata që e donin më të mirën për veten e vet, ata e pranuan Islamin. Sepse ishte një test i qartë. Po vjen një ftesë për një njeriu që kur ndonjëherë çka nuk ka gënyje, nuk ka tradhtue, nuk ka mashtruar. A ka këtu ndonjë dilemë tash kë kur njerëzit nuk i ka gënyje, kur njerëzit nuk i ka mashtruar, kur njerëzit nuk i ka tradhtuar, në raport me njerëzit ka qenë aq korrekt, që ka mundësi ky në raport të Zotin me gënyje, apo me mashtruar, apo me devijue njerëzit. Pastaj thira nuk ishte personale, ai nuk i tha, o ju njerëz, thuni la ilaha illallah se unë do të kem shumë pasues, do të kem shumë shok, do të kem shumë djeks, apo shumë miq, apo diçka të ngjashme. Jo. Faqulu la ilaha illallah tuflihu. Thuni la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Për çfarë arsye më thon? Arsyeja është tuflihu, që të shpëtoni. Që të shpëtoni. Dhe nuk ishte asnjë dilema, po ndonjë pikpyetje, a duhet besuar apo jo këtë pejgamber? Sepse edhe për as të vinte shpallja ishte njeriu më i dalluar. E përmenda në hyrje ishte njeriu që më shumë t'i kanë besuar popullit i tij, po edhe popujt e tjerë, ata që kishin dëgjuar për të, dhe si Muhammed ishte njeriu më autoritativ, njeriu më i besueshëm, njeriu më besnik, njeriu më i drejtë, njeriu më i dashur, njeriu më i kompletuar, njeriu më i pashëm, më i sjellshëm, dhe gjitha këto me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të flasim këtë aspektin e mëshirës, pra ishte dhurat e shtrenjtë, apo dhurat e madhe prej Allahut për njerëzimin në përgjithësi. Dhe këtë dhurat, pse çaj Allahu po yatlu alejhim ayatihi. E kam dërgu këtë pejgamber, u akum dhon këtë begati, këtë mirësi, për çfarë arsye? Që t'i lexon ajetet, që t'i lexon faktet, që t'i lexon argumentet e mia. Sepse nuk ishte ndonjë njeri që e kuptonte më mirë Kur'anin, edhe që e shpjegonte më mirë Kur'anin se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe nuk ka mundësi t'i bëjë ndonjë komentim Kur'anit më mirë se me komentu Kur'anin me Kur'an. Po Allahu i sqaron apo i detajizon vetë fjalët e veta. Pastaj komenti më i mirë është komenti që ja ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'anit. Dhe ky pejgamber, siç po thot Allahu te bareke ve taala, wa lexon ajetet e mia, faktet, argumentet, wa yuzakkihim, edhe po thot Allahu, e kom dërguar që t'ju pastron juve, që t'i pastron kanë ata që jetonin. Çfarë pastrimi? Nuk ka këtë qëllim pastrimi fizik, po t'i pastron nga kush? Nga njollat apo nga shirku, t'i pastron nga humbja, t'i pastron nga ignoranca. Sepse, me thonë të drejtën, populli asaj kohe ishin zhyt, do me thonë që me thonë, në devijim të papam, apo ishin në një jetë të shqethur, të shfrenuar, jetonin në një dekadencë të papar. Dhe Allahu deshi që në mesin atyre njerëzve të cilët kishin zgjedhur qindra zotra, se nuk ka qindra zotra, as nuk ka 2 zotra, as 3, po një është, po ata kishin zgjedhur. Çdo ditë nga një. Dhe secili e dëshironte zotin e vet. Dikush e kishte bo zotin nga ari, si idhull, si idol, e për ata nuk është një me thonën e kam idhull, apo e kam idol filanin, apo fisteku. Ti mundesh me simpatizue, mundesh me përkra, mundesh me dasht, mundesh me pash si një lloj modeli, si një lloj mostre, amo idhull idole nuk ka në islam. Idhull idole nuk ka në islam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra
erdhi në një popull dhe në një vend ku e keqja kishte marrë hapësirën e madhe, apo e keqja kishte marrë pushtetin i farformë dhe lulëzonte ditën edhe natën, ku banorët e Mekës kishin përzgjedhur dikon 360 idole që ata i qunin zotra. Disa kishin bë zotin e tyre nga ari, disa nga argjendi, disa nga hekuri, disa nga balta, disa nga e tjetra, disa nga hurmeja, disa nga druni, nga guri, ku ta diune, edhe i luteshin atyre. Dhe tash paramendoj në mesin e aty në 360 idhujve, idoleve, që ata të tjerët ishin të zhytur në errësi, në ignorancë, në shirk, tash me thirr, paramendo prej 360, me thirr në një zot të vetëm. Mi tregu që ata s'janë kur gjë hiç. Por ata edhe pe pyetjet që bënën aty në ishte se çush ja adhuroni këta, për të cilën nuk keni as dëm e as dobi. Çush i ruani këta, sa ata i ruanin Zotin, i lënin ditën para çabës, natën i merrin, ose natën rrinin pranë tyne, me i rujt Zotit. Po çfarë Zoti është ai që beruan ti Zotin? Çush e kisha adhuruar një Zot, po më imagjinoj. Kur ai s'mundet me rujt veten e vet, po më ndihmon muaj. Çfarë besimi do me thonë ignorant, çfarë besimi i kot ka qenë në atë kohë, që s'mundet njeriu sa të më imagjinua. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhi pra për me largue çka, me largue prej adhurimit krijesave, e mos me lën pa adhurim. Sa është njëri që mësu me adhuru diçka tash me lën pa adhurim. Vetëm se çka prej adhurimit të krijesave që ishin poshtë, me lidh me krijuesin, me Allahun te bareke ve taala. Dhe vërtet kjo dhurat pastaj e çmuar kishte edhe misionin tjetër. Çka Allah po thot, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Erdhi që të mësoj njerëzve kitabin, Kur'anin, edhe el hikme është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë ursi, pra me në mësu neve Kur'anin, me në lezu neve Kur'anin, sepse i pare që e lexoj Kur'anin ishte Gjibrili. Kujt ja lexoj? E lexoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ato që dëgjoj prej Gjibrilit e mësoj përmendsh dhe u lexonte kujt? Shokëve të tij. E pastaj shokët e tij, shokët e tjerë, e gjenerat pas gjenerate, deri sot e kështu ka me vazhdu deri në kiamet. Deri kur të vjen fundi i kësaj bote, Kur'ani do të lexohet me gojen e muslimanëve, ndoshta edhe të jo muslimanëve. Deri kur? Deri në ditën e fundit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra u mësonte aty në Kur'anin, dhe u mësonte dispozitat, halalin dhe haramin, dhe u mësonte sunetin, rrugën e tij. Dhe u mësonte urtësinë, dhe ju zonte në rrugë të drejtë, në rrugë të mbarë, që nëse ata i përmbahen, e kishin garantuar kanë dynjan edhe ahiretin. E kishin garantuar këtë botë edhe botën tjetër. Edhe pse, dhe që shpatë Allah, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, edhe pse përpara ishin në një humbje të qartë, në dalalet të qartë ishin. Përpara, do më thonë se të vije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka besimtar musliman i cili është i mençur, i cili është inteligjent, i cili ka mendje të shëndosh, e ka zemër të pastër që nuk e pranon dhe nuk e don këtë pejgamber më shumë se sa çdo një njeri tjetër. Pse? Po çysh mos me dashur ato që po ta mëson rrugën e xhenetit, po ta mëson rrugën e shpëtimit, po ta mëson rrugën e drejtë, po ta mëson kodin e jetës, po thon vetë mirësjelljes, se kodi është i mirësjelljes, e ushqimit, e veshmbathjes, e asaj, kodi moralit, kodi etik, kështu me radhë. Po krejt po ti mëson. Ti nëse je në një rrugë, duke deviju, për shembull, në mal apo në pyll, edhe runa Zot më nëshmeron ai humner,
E del dikush ta tregon rrugën, thot, jo këndej, se kënej mundesh me deviju, mundesh me u shkatërrua, mundesh me u mbyt nëse mirë, po kjo është rruga e drejtë kështu. Çka kishe me thonë për ta? Kishe me thonë asa njëri mirë, Allah është përbleft, Allahu e rujt, Allah i dhash të mira, se më shpëtoj. O bo shkaktar, se Zoti shpëton, po dikush bo shkaktar. E ke po me makinë edhe dënë me deviju rrugën, e dikush të këshillon ta bën me drita, me shenjë që këtheu se je hi gabim në amën e kondërt, edhe ti 10 minuta e në pyti aty, edhe sa falenderimin e sa përshëndetjen, edhe një farë simpatie, një farë respektit veçantë për atë njeri. Ose ai që ka lënë lumin, edhe është me makina, po me traktora, po me diçka tjetër, ndonjë me të udhëtimit. E thot, mos hyn këtu, thot se o fell, po hyn atë pjesën atje. Se aty mundesh me kalu rrugën. O falënderit, Allahu të rujt, Allahu ndihmoft, se pata mu përmbyt. Po pejgamberi sallallahu ka tregu rrugën e shpëtimit, jo vetëm këtë botë, e jo vetëm e një rast, po gjatë gjithë jetës, sa të jetojsh ti këtu 60, 70, 80 apo 100 vite. E pastaj çka tregoj edhe rrugën e xhenetit. Po tregoj edhe rrugën e xhenetit. Si mos ta duam, si mos ta respektojmë, si mos ta nderojmë, si mos të bindim, edhe pse nuk është tema jonë kjo bindja apo dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ajo është një trajtim tjetër që ndoshta do ta trajtojmë në emisione tjera. Mirë, po ajo që bënte të veçantë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, padyshim ishte mëshira e madhe. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon për vete çka është, ato unë jam kështu, edhe unë thot ana nabiu rahme. Unë jam pejgamberi i mëshirës. Unë thot jam dhurata e mëshirës, apo më ka dërguar Allahu, ju ka dhënë ju Allahu dhuratë që ka mëshirën time. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, normal që në bazë apo në sajt mëshirës Allahut, që ka i afroj njerëzit, në sajt mëshirës që ja kështë dhënë Zoti. Për ata Allahu Ta'ala në Kur'an thot, fabima rahmetin min Allahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Çdo do thot, në sajt të mëshirës që ta dha Allahu, çka linta lahum, i ke përfitue kënë zemrat e të tjerëve. Pra në sajt të mëshirës i ke uzu, i ke drejtu njerëzit. Pa Allah po thot, po sikur të ishe zemër vrasht. Qa ish bo? Lem faddu min hawlik. Qka ish bo sikur të ishe zemër ngurt, zemër vrasht, të ishe i pamshirshëm, të ishe mendje madh, të ishe arrogant. Lem faddu min hawlik, ishin largu prej teje. Ishin largu pra, ishin shpërnda njerëzit, s'kishin arë mrapa teje. Po në bazë të mëshirës të Allahut që ta ka dhënë ty, qa i tërhoqe, i ktheve njerëzit në rrugën e Allahut te bareke wa taala. Dhe ky pejgamber Muhamedi alayhi salatu wassalam na jepat modelin e mëshirës se si duhet me qenë besimtari musliman i mëshirshëm. Na jep modelin se si duhet me qenë besimtari musliman i dhemshëm, se si duhet me qenë besimtari musliman i butë, se si duhet me qenë besimtari musliman modest, i thjesht, se si duhet me qenë besimtari musliman i dashur me të tjerët, se si duhet me qenë besimtari musliman human, solidar, altruist apo filantropist, dhe se si duhet jetë besimtari musliman edhe me ata që s'janë musliman, se si duhet jetë besimtari musliman me ata që janë më të vjetër, me ata që janë më të rinj, me ata që janë më të pasur, me ata që janë më të varfër, me ata që janë të ditur, me ata që janë të paditur, se si duhet jetë besimtari musliman si udhëheqës i familjes, si duhet jetë udhëheqës i popullit, si duhet jetë burgshtetas, si duhet të jetë çka komandant, udhëheqës në betejë, edhe si duhet jetë besimtari musliman edhe në pamjen e tij, edhe në të folurit e tij, në elokiencën apo oratorinë e tij, në sjelljet e tij, me një fjalë, për thënë sinqerisht,
edhe le ta provojnë edhe ata që janë praktikues të fesë. Le ta marrin këtë si model në jetë. Le ta pasojnë, aq sa të kanë mundësi. Do t'i shohin rezultatet. Sepse pe pyetjet që bëhet tash, shpesh herë thot ndonjëri që s'pason as pak fjalët e Zotit ose të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e pse na musliman po jena met kështu. Po je met o i gjor, o i shkret, o që shan je met kështu sepse ti se praktikon as fjalën e Zotit, as fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'kryen as një obligim të Zotit, e pse Zoti neve na kalon kështu, s'kalon Zoti kështu, te ke lën veten tënde. Sikur ai nxon si i dopt. Që i thot mësuesi, shkolla është e mirë, libri është i mirë, romani është i mirë, leximi është i mirë, e kështu me radhë, kështu me radhë. I thot prindi, kjo është e mirë shkolla, e mësuesi është i mirë, e libri është i mirë, e kime pas perspektivë, e kime pas ardhëri, e ai nuk pësën edhe ngele, pastaj i thot babës ose nanës, e qeon e shkoll po ngele, po ti ngele se nuk mësove, nuk lexove. Nuk isha aktiv hiç ke flajt, 9 muaj ditë. Edhe çka të mjellë shki me korë? Demel të në vitin, e kornin nish kështu të madhe. Unë po flasë këtë sistemin tonë, se në Arabi Saudite e nishë është shkelqyshëm. Edhe në zonë sa do me thonë, në tamat mitë këti kanë një vi kështu, veç vija, në çdo lanë, do me thonë nisha. Po, edhe në Evropë, dikon nishë është do me thonë shkelqyshëm, po flasë për këtë nivelin tonë, apo që shmeshujt për këtë sistemin tonë të notimit, ai është në zënës që ka me dështua. Edhe këta muslimon të gjorë që s'praktikojnë as gjo për i fesë, thonë, ja wallah, që na kujna med, wallahi Zoti po na donë shumë. E kemi Zotin Er-Rahman, i gjithë mëshirshëm. E kemi Er-Rahim, mëshirë plot, se për ndryshe, po ja marë pas, as tokas na kish mojt sa gabimet sa gjënohet bënë. As qili s'kish nejt mi koka tona, na kishin dha planetet, na kishin fundos, kajt pej qilit, për shkak gjënohet, për shkak gabimeve tona. As ajrë s'kishën pas me thith, as ujë s'kishën pas me pi, as ushqim s'kishën pas me ngranë, sikur të mos ishte mëshira, rahmeti, e Allahu te bareke wa ta'ala. Dhe këtë mëshirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e manifestonte me të gjithë. Mëshirën, rahmetin e manifestonte me të gjithë, duke filluar me ata që janë ardhmëria, apo që janë perspektiva e një familje, një popull dhe një vendi. Kush janë ata? Fëmijët, rinia. So që jo vetëm privatisht, po edhe publikisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i afronte afër vetes nipat e tij. Kishte më dikush pse si ka afru fëmijët, i ka afru, po fëmijët i kanë vdek. Prej 7 fëmijëve, 6 i kanë vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke qenë ai gjallë. Vetëm një ka vdek mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Fatimja radhiyallahu anha, të cilën e ka trajtuar në mënyrën më të mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka dashur edhe ka qenë çdo herë afër saj, saqë kur ka hy Fatimja te baba i saj te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, është ngrit këmbë, edhe shkan shenjë nder, respekti dhe dashni dhe mëshirë ja ka lëshu vënë e vet. Ka thonë ulu këtoj Fatime. Që nuk e ka bu për gjithë këto. E tash me qenë se fëmijët e vet nuk ju rriten, atëre e gjeti atë prehen kënaqësinë në nipat e tij, në ata 2 bukuroshat, Hasanin edhe Husejnin, se Hasan do me thonë i bukur, Husejn bukurash. Edhe e gjente prehen kënaqësinë me ta, sa që ishte aq i mëshirshëm, jo vetëm që i donte, po i puthte, i ledhatante, dhe kur falte namaz, ata i hypshin shpinë, ai rrinte sejdë, edhe zgjatte sejdën. Kur e pyesnin xhamati mas namazit, sahabët, shokët e tij, e dërguar i Allahut, se në atë kohë ishte duke zbrit Kur'anit, domethënë vishin rregulla të reja. A ka ndryshim namaz, mos po do tash më gjatë më fal. Tha jo. Po tha i kisha nipat e mi, Hasan dhe Husejnin në shpinë, nuk dashte me aprish lojën. Tash te këta vesh mundesh me e dëgjuash mohabet, vesh bisedë, sepse kush nuk e bën këtë sot. E i pothte ata, sot që erë një njeri, beduin, i këtyne fisëve nomade, erë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ishte me shokët e tij, po kishte pranë vetes Hasan dhe Husejnin dhe i pothte ata. Edhe ai me habi, me çudi po shikon. Edhe i pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha, ai pothni, tha, ju fëmijët tuaj? Tha po, i puthëm, tha fëmijët tonë.
Tha vallahi në kam 10 fëmijë. Kur asnjë nuk e kam puth. I tha pejgamberi sa në po çat kam fajën e ty tha. Që tu ka largu mëshira pe zemrës tone, ndërsa ne e kemi atë. Edhe tash ka mungesë mëshire, unë nuk po du tash me kalu një pjesë tjetër. Mirë po, sot dikush sot në kastin, është kamër qysha. Pa ka prind që gëzohë kër vjen e honja, në 7 mëngjesit me i marë fëmijët, e me i qunë kopsht. Jo në kopsht, një vjet e gjysë, po qëfar kopsht aj? Qa me boj 1 vjet e gjysën? Qëka me boj 1 vjet në kopsht aj? Nuk ka nevojë aj për edukatore, nuk ka nevojë aj për pedagogë, aj ka nevojë për nanë, e nana është ajo me çmura, me shtrejta, pedagogja, edukatorja, mësuesja, me mirë, njëri me i mirë është nana. Ai ka nevojë për ngrohtësinë e nanës, kjo çon dikujt atje që ajo e këshyr për çat rrogë, se mos me kon rrogë asnjë ditë s'vjen aty në kosh me nejt me fëmijë. Edhe ju thot edukatorja, mundeni me ardh me i marr fëmijët nga ora 15 e tutje, a mund 17 mbyllet kopshti, dej 2 minuta në 17 nuk shkojnë me i marr disa nana. Pse? Sa ma gjatë jemi pa ta. Unë këtu për i them, nga ky me djemi nderuar, ata që për i largojnë fëmijët prej shtëpis, edhe për ndjen rahat, se me zis po presin disa babalar e disa nana, që janë pa përkatitur, nuk janë të përkatitur për më bo. Prinde janë bo prind, e se din as misionin e prindit, as nuk e di çka do me thonë me qenë nana dhe bab, edhe gëzimin më të madh e kanë kur i shojnë fëmijët në kopsht, ose i shtin që t'janë dhomë, ja nuk kanë një telefon, e të naj me hin telefona me nejtë këto, edhe me fol hamore bisedat kota, e fëmijët sa ma largë syve. Sa ma largë syve, do të thotë edhe sa ma largë zemrës. E nga këtu për ju them, që letë përkatiten, letë bëhen gati, nuk po du më mdalë fjala ime, inshallah nuk del, ama shumica që një prindve kanë me përfundue në disa kopshte tjera, po që në kopshtet e pleqve, shtëpit e pleqve. A pet pas mi. Po, se tash, i the djale ose vajza, hajde bab, hajde mam tash, edhe ti, baba i krusën 70 vjet, edhe nana e krusër, edhe me rrudha në ftyrë, ndashta edhe me lot në sy, hajde tash edhe ti shkorri atje, qëndrim ditor, jo kështu 24 orë, veç gjatë ditës, ti jem rahat edhe na pejteje pak tash. Pse? El gjezau, është një regull, el gjezau min gjinsil amel. Shpërblimi është prej llojit të veprës. Edhe dënimi është prej llojit të veprës. Edhe çka të mjellsh, ki me korr. Kështu që disa prindve ju ka largu mëshira edhe në kohën bashkohore. Disa janë për mashallah, mirë po, një gjë është reale, apo është realitet i qartë, që nuk ka mëshirë me madhe, se sa me qenë nana dhe baba në shërbim të fëmijëve të tyre ditën edhe natën. Këtu nuk kam për qëllim që nana e baba të jenë fontan dëshirash. Çka të dën fëmija me ba? Po du me rëzu qëtë gota, zaje djalim. Po du me rëzu këtë gotën tjetër, zaje vajza ime. Po du me prek letën me shkyje bia ime. Jo. E kam thonë këtu apo dikun tjetër. Prindi në raport me fëmijët, as nuk do të me qenë fontan dëshirash, si fontan dëshirash, veç me plotësu dëshira, se këta fëmijë pastaj janë të paftë kur të rritën. Këta bëhen fëmijë kreneq, këta fëmijë bëhen me inati, këta bëhen çka arrogant, sepse ky është mësu veç me ja bë rrafsh. Ky s'o mësu me ja prish kërkush. Ky edhe shiku, edhe kur veshet me tesh ato olla, bën shi, ky edhe Zotit ja merr inati. Pse se s'o mësu me ja prish kërkush hiç? Po do të më ja prish kanë. Çfarë do të thotë kjo? Mos u bën si fontan dëshirash, këtë lyp fëmia me plotësue, e as mos u bë si gjykatës veç me nda dënime, me nda gjoba. Se na kemi tash prind në dy ekstreme. Disa që këtë thët fëmia është në gjendje bela me ra, me vlla, e me motër, e me kojshi, e me mësim dhonsa, veç fëmin e vetë e mbron. E një anë e fëmin tem. Gjithmonë i jep drejt fëmis. Këta nuk e edukojnë. Këta nuk e edukojnë fëmijët, po këta çka? Këta i tranojnë
fëmijët e tyne. Këta i tranojnë fëmijët e tyne duke qenë gjithmonë në kërkesat e tyne. Unë po të fashonëm atë dy rastet. Ti do me thonë në procesin edukativ arsimor dhe nga afër i përjeton këto gjona. Ekstremi tjetër i prindve janë ata që gjithmonë veç me dënime. Si të qohet pak fëmija nervoz, tak shoplak tjetër, tak shkelëm. Nuk ka sukses një landë, pa nuk është pa tjetër me i pas keqkëlqyshëm. Shumë është normale, dikujt mos me i shkua shkencat natyrore. Është e pamundsme, 14 landë ka shkolla fillore. 14. Këta me ditë për pensa. Ose na kur kemi qenë me drejse 16 deri në 17 landë. Pse? S'pam shkon vëlla gjuha për shembull turke, as pam shkon gjuha arabe, as pam shkon gjuha. Edhe gjuha shqipe gramatika ose diçka. Këtë normale diçka mos më i shkua. Nuk do të ashtë sanksionet. Nuk është normale mos më shku këtë land. As shkencat natyrore, as shkencat shoqërore, as shkencat sociale, kjo nuk është normale. Amo da s'pas shkojnë më rëvëllë. Dikon prirje ka që Pa që shja mëre. Edhe ta shka, këtë pakte në tjetë i shkelqyshëm aty ku i shkën. Kënina edhe nëse nuk e i shkelqyshëm, pëse se këtë ka mos specializu për shemull. Mjekësi. Këtina me rëndësime i shku biologjia, matematika, fizika, kimia, që to sene. Sidomos biologjia, kimia, ma shumë edhe fizika. Që to të rjellet i shkojnë, këtë bëhet mjek. S'po pret nesër dikush pejtina më bo nej shkrimtara, më bo s'ka me kemë me poezi. Jo, s'ka më bo me atë çështje. Ose më bo nej far psikologu, a më bo nej far filozofe, nej far historiana, ku ta dione. Andaj çka pra, prindit me pas kujdes. As dorëshuar dhe veç shpërblime, as do shtënguar veç dënime. Në mes të parës dhe të dytës. Dhe kur jemi të mshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as bukur e përshkruan, do me thonë njeriu e mshirshëm, që është shembull eklatant, apo që me quajt shembull i freskët, sikur tash me pas qenë mesin tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e tregon rastin se për shkak të mshirës dhe mshurisë që ka pas një grua pa ndershme, Allah e ka fal. Se në popujt e mahershëm kishte qenë një grua e cila e ka shit trupin në derin e vetë me pare, për shkak të varfnisës saj. Shkonte natën, e shiste trupin edhe ditën kthej në shtëpinë e saj. Dhe kishte shku atje, do me thonë, e ka ushtu që të zejën e vjetës, po thonë prostitucionin, edhe kishte shku gjatë natës, duke u kthye ditën, në përshkretin, e ka plan etja këtë gruan. Dhe duke ecë, po hëllëmëtan e shef një grop, kur e shef ish grumbullu ujt, ish mbledh ujt atje. Zbriti dal nga dal poshtë atje në grop, piu ujë, u freskue, edhe çka, u forcue. Po duke u ngjit pak përpjet, e shef një qenë nalt atje. E kishte qit gjuhën e gjatë, e gati në rrë atë në zalli prej këtë gjuha, prej etjes të madhe. Kjo që kishte bo prostitucion, që kishte shit trupin e saj përpare, u kthye mori këpucën e saj, ja mbushi me ujë dhe ja qiti qenit, edhe piu qeni, edhe u fresku dhe u forcu dhe e tundi kokën, sikur e falendari një farforme, edhe shkoj. Për shkak të mshirës, për shkak që ishte mshirshme, Allahu e falë. Edhe ndaj kafshës më dje. Po, ndaj kafshës. Ky është Islami. Që po na thojnë nuk jeni të mshirshëm, jeni tegër, jeni tash. Por marrë na kem haram edhe me lingonat, po brecat me i shkel. Edhe këto krijesat më të vogla do të me pas kujdes. E pse u bo shkaktar me ja shpëtu jetën një qeni, Allah ja fali gjënohat asaj. E fali. E për shkak të mungesës të mshirës, për shkak se ishte pa mshirshme, një grua tjetër, Allah e futi në zjarë xhenemit. Qa bone ajo? A ka bo nej akt kriminal, a ka bo vrasja, qa ka bo? Jo. Bile qa ka bo ajo, sot nështë se bënd të madhe kërkush heq. Për ata të regon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në popujt e mëhershëm ka qenë një grua e cila kishte një mace. Edhe kishte marrë macën e kishte lidhë në shtëpi. Nuk i jepte me hangër, nuk i jepte me pi, e as nuk e zgjidhte pej litarit me hangër prej gjanave të tokës, që ushqehen macet. Edhe macja dëra, pa bok, pa ujë, dëra, dikur vdiq. Ngordhi macja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, Allah e futi në zjarë që atë grupë për shkak që ishte pa mshirshme ndaj kujt ndaj macës. Që kjo është Islami që promovon mshiren.
edhe jep shpërblimin për të mëshirshmit, edhe jep dënimin për të pamëshirshmit. Këto nuk janë pralla. As nuk janë historia që shkruhen prej komunistëve ndrysh, prej socialistëve ndrysh, prej demokratëve ndrysh, prej liberalëve ndrysh, prej atyre ndrysh. Ja. Kjo kështu ka qenë, do të mbetet deri kiamet. Dhe këtu i ka tregu vetë kush i dashuri ynë, njeriu më i besueshëm i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur flasim për këtë pejgamber, nuk është qëllimi na veç me mësue kur lindi, kur vdeq, sa vite këto, sa vite ato. Datat janë shumë pak të rëndësishme. Mirë po, jeta, veprimet, punët, fjalët, ato janë shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Dhe na nuk do të më mësua ato veç se Muhammed i dërguar i Zotit, i biri Abdullahit, i biri Emines, moshën kaq herë Xhibrilin, moshën kaq vdes i pas disa betejë ku ta diun sikur pranos si një histori. Jo. Kjo është liber leximi edhe veprimi. Do të më lexu dal nga dal siren apo biografinë e tij. Edhe çka është një lanë që na kemi mësuar fakultet quhet fiqhu sire, të kuptuarit e kujt, e jetës, biografisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo vetëm me lexuar në mënyrë kronologjike. Ajo mirë është për një kulturë të përgjithshme, sipërfaqësore mirë është, do sa me lexuar. Amo këto do të fiqh me pas, do me thonë të kuptuarit, se fiqh do me thonë el fahm, e kuptue jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe me marrë mesazhe, me marrë mësime. Për ata, që shtregon Aisha, Enesi edhe shok tjerë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam radhiyallahu anhum ejma'in, thotë kur dora e tij nuk ka godit njeri, nuk ka godit grua, nuk ka godit burr, nuk ka godit fëmijë, përveç kur ka qenë në betejë, ka qenë luan. Se në disa beteja, jo veç që ka qenë udhëhec, komandanti suprem, po ka qenë vinë e partë frontit. Disa beteja është për gjak. Beteja më e dytë, beteja e dytë, edhe më e rëndësishme pas betejës së Bedrit është e kujt? E Uhudit. Edhe në Uhud e kanë për gjak pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Derisa dikush, disa hipokritë e publikojnë lajmin dhe se e kanë mbyt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe i ka rridh gjakun trupin e tij. Amo jashtë betejave, që shtregon Enesi radhiyallahu anhu, i ka shërby 10 vite. Dhe 10 vite e kam shoqëruar natën edhe ditën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se nona më ka thënë me kon shërptori i tina. Edhe ka shku i vogël, 10 vjeçar. Thët kur nuk më ka bërtit, kur nuk më ka ra, kur s'më ka qërtue për një punë që së dasht me bëhen e këmë bo. Kur hiq as një herë. Edhe kur s'më ka bo vrejtje, pse se ke bo kështu, pa e ke bo kështu, e pse se ke bo ashtu, pa e ke bo kështu. So që thët një herë më tha, o Enes, shko kryma një shërbim, edhe tha, unë isha fmi i vogël, tha dola para xhamis pejgamberit lëz një fmit aty, edhe unë tha hyna në loj me fmit, po luj, ka prit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur o dal, nuk ka gjënë zikur na gjak në zetë, i pa mëshirshëm. Ku të kom e përveshje pastaj me ngri, ose për këtu që ka disa përzullim, ose shuplak e shkelma, edhe tham ka po të lujt me shokët e mija, të para xhamis tha, o Enes apo lujt të po, edhe tha shkoj, tha vetë, tha me kryja atë punën, edhe asë më qërtaj, asë më bërtit e sa to. Pra, ka qenë model i përkryer i përsosën, zaten edhe për ta Allahu, subhanahu wa ta'ala, thot, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembullin më të mirë e keni në të dërguarin e Allahut. Apo do me qenë, ku po do me qenë i mirë? Po do me qenë i mirë si bab. Këshëre modelin. Si prind. Jo po du me qenë i mirë në xhami. Këshëre modelin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo s'po dua këta sa ato, po du në tregti. Këshëre modelin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo po du me qenë në luftë. Këshëre çfarë komandanti ka qenë. Jo po du me qenë më i mirë në raport me Zotin, në adhurim, këshëre. Jo po du me qenë ma modesti, këshëre modestinë e tij. Ma bujari, ma humani. Këshëre humanitetin, solidaritetin e tij. Shka ko bo solidariteti, humaniteti, altruizmi tina që një populli tërë ka pranu islamin. Qysh Ernjani prej Shkëtinës i varfën, beduin. E tha, o Muhammed,
Kështu që para mendoj, këta që janë do me thonë pak, po këta pak ma tashper. O Muhammed tha, jepën për jasoj që të ka dhonë Zoti. Thu që ja ka ky bërç. Edhe ata u stepen shokët e tij. Çka po bëhet? Pse kështu me këtë zog kështu mos sjell. Pra mendoj, mos sjell me një njeri, po ti sot me një kryetar komuna, me një ministër zgjuzo mos sjell kështu shembull. Ai para mendoj udhëheci këtë muslimanëve. Njëri që po flet me Xhibrilin, e po flet me Allahun te bareke ve taala. Edhe çaj tha pejgamberi sa sen, këta ato që po i sheh, aty në mes loginave, në mes dy kodave në login, këta ato bagti që ishin. Tha merri. Ka ju habet. Ej mur, shkaj të qesh, se zbesej ke që po del për një me, se me dhe ke që po lumë, për i thët këthej mëre. Edhe ku shkajt e popullit tina, e thanë ata, qa ke bo? O njerës, tha, pranën e islamin, se Muhamedi po jep këtë gjithë shka, tha. A për shetë, jep, a më qëri rezultatet. Kjo nuk do të thotë që na runa zot për i përfitojmë njerëz me pare, po epi edhe atina që s'është musliman, epi edhe atina që është gabimtar, epi edhe atina që është gjunahçar. Se njeri që pak mendje ka logjikon. Dhe kështu ishte modeli ynë, modeli njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe shkri pak gjatë. Rësë Allahun Ta'ala që të na mëshiron neve, e që të na bën të mëshirshëm, sepse është rregull që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lem yerhamun nas, ai cili nuk i mëshiron njerëzit, atë nuk i mëshiron Allahu. E inshallah Allahu na bën të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, e modest, e të thjesht, e të butë, e të dashur me njëri tjetrin, dhe na bën prej atyre prej të cilëve përfitojnë të tjerët, dhe na bën prej atyre të cilët janë në shërbim të njerëzve në përgjithësi, të besimtarëve në veçantë. Amen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qëndrojmë me ne kthehemi vetëm pas një pauze të shkurtër me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese. Të komi vetëm pas pak.